Ishte programit Motiv mirëmbrëma dhe mirë se takojmi edhe në një edicion të radhës të programit Motiv, program që gjithmonë synon që të sjell dritën pozitive në ekran duke promovuar kështu histori suksesi dhe duke folur për vlerat. Një vlerë shumë e rëndësishme shoqërisë tonë është pikërisht edhe përgjegjësia shoqërore. Një vlerë të cilë fatmirësisht shumë nga bizneset tona në vendin tonë e posedojnë. E aq më mirë kur këto biznese grumbullohen në aurën e një fondacioni të përbashkët për të bërë më të mirën për shoqërinë. Kjo është pikërisht edhe motoja e fondacionit Albis, një fondacion që për shumë vite, pothuajse për 2 dekada, ushtron veprimtari të sferave të ndryshme, duke filluar nga bursat të studentëve, mirë po vitin e fundit është zgjeruar edhe në shumë segmente të tjera dhe është një mundësi e mirë kjo që të flasim për pikërisht këto segmente të tjera të fondacionit Albis dhe atë se çfarë ka në vizion, në mision për të përmirësuar tek shoqëria jonë. Me shumë kënaqësi do të aftoj drejtorin ekzekutiv të fondacionit Albis, zotri Besit Dernjani, të ma bashkangjitet në studio dhe të flasim pak më gjithësisht për gjitha këto. Mirë se erdhët në studio, është shumë kënaqësi Besit, si gjithmonë. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, akomodoni në studion e Motivit. Faleminderit edhe për ne bashkënaqësi dhe nder. Gjithmonë është reciproke. E përmenda moton e fondacionit Albis në të mirë të shoqërisë. Një moto e rëndësishme, por një moto që përshkruan shumë mirë edhe gjitha atë vizion dhe mision që e keni ndërmarrë. Para të dalim të vizioni dhe të misioni, më ka rënë në sy që këto muajt e fundit, anash veprimtarisë së bursave që ju karakterizon për më shumë se 14 vite, e keni zgjuruar veprimtarinë në shumë segmente të tjera të shoqërisë ku e keni gjykuar që ka nevojë për intervenim. Sa intensive këto muaj? Realisht fondacioni është aktiv gjatë gjithë kohës edhe mundohet që të sjellë programe dhe aktivitete të cilat i ballafaqon sfidat në kohën tash jemi kohën e re dhe mendoj që ne po mundohemi të krijojmë programe dhe aktivitete të përshtatshme për trit edhe për mosha të ndryshme, për segmente të ndryshme dhe andaj edhe kjo ju ka rënë në sy juve që fondacioni është aktiv në shumë segmente të tjera. Do ndërlidhem ndoshta te motoja për shkak se është pikë që une zakonisht mundohem të elaboroj, thamë është një moto shumë e thjeshtë për të mirë në shoqërisë, me pak fjalë, mirë po shumë filozofike. Gjithçka që bëjmë ne është në të mirë të shoqërisë. Gjithçka që ne angazhohemi të përmirësojmë është në të mirë të shoqërisë. Dhe kjo ka qenë një mision fisnik që e kemi ndërmarrë ne si fondacion së bashku me partnerët tanë, mbështetësit tanë dhe po rezulton në një histori suksesi. Jemi në vitin e 14, vitin e ardhshëm kemi vitin jubilar dhe kjo tregon që i ka qëndruar kohës gjatë fondacioni Albis. Absolutisht, qëllimet e mira gjithmonë i qëndrojnë kohës. Po si ka nisur historia e suksesit të fondacionit Albis? Fillimisht ka qenë fondacioni Dauti, dhe pastaj grumbulloi akoma më shumë biznese në aurën e vet dhe u shndrua në fondacionin Albis. Si ka nisur kjo histori? Realisht ka nisur nga themeluesit e fondacionit, atë kohë fondacioni Dauti, nga kompania Dauti Commerce, mbi përgjegjësinë, mbi një koncept, mbi përgjegjësinë shoqërore korporative dhe filantropin, ku kompania ka vendosur, domethënë në një formë të organizuar, të ndihmon dhe të kontribon në shoqëri. Pastaj ky mision kur filloi, vetëm se domethënë u njoh nga kompani të ndryshme, nga individ të ndryshëm të cilët e mbështetën dhe suportuan fondacionin, dhe më pastaj pam të arsyeshme që pronarët e kompanisë Dauti Commerce së kohë vendosën që ta ribrandojnë në vitin e 5 të fondacionit, në fondacioni Albis, duke ju dhënë mundësi edhe kompanive tjera të janë pjesë e fondacionit, ku ne numërojmë dikun 15 kompani themeluese të fondacionit Albis. Kjo tregon që kemi një mbështetje, kemi një bazament shumë të shëndosh për të krijuar programe dhe për të realizuar aktivitete me përfitim shoqëria që të ketë përfitime të pozitive në këtë rast. Besir, jeni që nga fillimet me sa mbaj mend aty. Gati 13 vjet. Gati 13 vite. Më intereson të di që nga fillesa, kur je bërë pjesë aty, çfarë keni hatur, cila ka qenë forca lëvizëse e këtij misioni? Që ka qenë motivi kryesor i njerëzve që e themeluan dhe e zhvilluan për kaq shumë vite? Realisht edhe motivi personal, por edhe motivi shumë partnerëve dhe mbështetësve tonë dhe kompanive ka qenë ajo që ne të bëjmë diçka për shoqërinë tonë, bëjmë diçka pozitive dhe duke filluar nga ajo që ne duhet ndërmarrim fillim nga vetja jonë. Unë fillimisht kur jam punësuar si një ri, si një administrator i cili kam menaxhuar me disa aktivitete të fondacionit, e më pastaj jam ngritur në detyrë duke menaxhuar me financat e fondacionit, e më pastaj sot drejtor ekzekutiv. Drejtor ekzekutiv, po ajo që është më e rëndësishme ajo misioni i fondacionit dhe kur më shërohesh me misionin,
pastaj nuk e ndjen si punë, e ndjen më shumë si mision, dhe jemi bashkangjita asaj themi kështu terrenit të kompanive të cilët mbështesin dhe bëjnë mirë në shoqëri. Dhe kjo është ai motivi kryesor, motivi është që të bëjmë mirë, bëjmë projekte dhe aktivitete që kanë me ndikim pozitiv në shoqëri, duke po atë feedbackin që ne nuhasim dhe e shohim gjatë realizimit të iniciativave tona, realisht ajo është një motiv që na detyron dhe na shtyn përpara që të bëjmë ende më shumë aktivitete dhe programe të fondacionit. Në një shoqëri që ka shumë probleme, qoftë nga aspekti i funksionimit, qoftë nga aspekti i politikave që mbizotrojnë, vlerat shoqërore disi edhe veniten, por në këto situata është shumë e rëndësishme që secili nga ne që jemi pjesë e kësaj shoqërie ta kuptojë misionin që secili prej nesh duhet ta ketë në një farë mënyrë që të kontriboj një lloj përmirësimi dhe të mos presim që ai ndryshim të na vijë nga lart. Sa është e pranishme ndjenja e përgjegjësisë shoqërore tek bizneset në vendin tonë? Besire, përmende që janë 15 kompani në kauzën tuaj. A ka qenë e vështirë që themeluesit e fondacionit tuaj tërheqin pas vetës edhe pronarët e kompanive të tjera dhe sa janë kompanit edhe të tjera të hapura për bashkëpunime qoftë edhe në projekte të caktuara? Realisht është një mjedis konservativ. Edhe ne kemi dashur duke kriju shembuj pozitiv, edhe duke kriju shembuj të përshtatshëm për ata që të kuptojnë. Kjo ka qenë edhe një farloj, është edhe misioni fondacionit, një farloj edukimi mbi konceptin e përgjegjësisë shoqërore korporative, që këto kompani përveç se në mënyrë duke realizuar aktivitetin e tyre ekonomik, përfitojnë me një farë forme të kthejnë shoqërisë në diçka pozitive. Dhe forma më e mirë e mundshme është kur gjitha kompanit ose një pjesë e kompanive grumbullon dhe ulën në një tërheqës së bashku dhe vendosin mbi pikat strategjike se si mund të ketë shoqëri ta vetëdijsojnë. Ne kur kemi filluar nga fondacioni, kemi filluar nga bursat. Para 14 viteve ka qenë kohë ku shoqëria jonë shqiptare ka qenë mes dy mendjeve, familjet e tona, të themi kanë qenë mes dy mendjeve për shkak të vështirësive ekonomike se vajzat dhe djemtë e tyre atë vazhdojnë me studimet. Dhe asaj kohe kemi vlerësuar që ne do duhet të kontribuojmë dhe t'ju ndihmojmë këtyre familjeve, t'ju ndihmojmë edhe studentëve të mirë që t'i themi që duhet të krijojmë një shembull të mirë për shoqërinë dhe kjo ka rezultuar diku mbi 3000 studentë sot bursistë të fondacionit. Edhe kjo është një përkrahje që ka rrjedhë dhe i ka motivuar edhe bizneset, por nga ana tjetër kemi kontribuar edhe në vetëdijsimin e kompanive të tjera, të cilët nuk kanë qenë pjesë e jona. Për shkak se ne nuk i ftojmë kompanit na bashkangjiten, ne i ftojmë të na bëhen partner. Edhe kjo është ndoshta ndryshimi që ne i shohim bizneset si partner, me një farë forme që së bashku duke realizuar këto aktivitete, këto programe, kemi ndikim pozitiv në shoqëri, nga ana tjetër dhe përfitimet për këta kompani janë të evidente, për shkak se shumica prej tyre bursistëve janë pjesë e kompanive, ndoshta na ndihmojnë neve si fondacion ose në forma të ndryshme nga ku janë dhe ne e kemi unë zakonisht këto 13 vite kam përcjell një mesazh tek studentët, sot dikush ju ndihmon, nesër ju ku do jeni diku profesionalisht i angazhuar ta ndihmoni dikë. Edhe kjo është një mision që do vazhdojë, është sinxhir dhe mendoj që kjo është një vlerë shtesë që ne si fondacion mundohemi ta bartim tek ta të rinj. E nësët me bursat dhe ka qenë besoj një nisje strategjike, sepse dikush shumë i mençur se unë ka thënë që të investosh të rinjt, në fakt të respektosh të rinjt ke bërë investim. Dhe të ndihmosh ata në fakt është investimi më i mirë, më afatgjatë, sepse ai investim pastaj i kthehet shoqërisë. Gjenerata 14 e bursistëve, 175 bursa edhe 130.000 euro vetëm këtë vit fondi i bursistëve. A ka histori suksesi? Ka histori suksesi, ne kemi shumë histori suksesi që na përcjellin brenda fondacionit. Kemi shumë të rinj dhe të reja të cilët i kemi mbështet në aspektin e bursave dhe jo vetëm. Dhe pastaj ato të rinj sot i shohim që janë bartës të proceseve të ndryshme, edhe ajo që na gëzon neve janë bartës të misionit tonë, që nga pozicioni ata që janë të ndihmojnë të tjerët. Edhe realisht ky program ka treguar veten që këto 14 vite, këto 14 gjenerata ne kemi mbështet shumë student të mirë, të cilët i kemi motivuar, edhe ajo që e përmenda që realisht krijojmë një model pozitiv për shoqërinë tonë, që t'ju shërbejë edhe pjesës tjetër. Ju kemi dhënë shumë studentëve hapësirë dhe mundësi që të shprehin kreativitetin, talentin nëpërmjet kësaj përkraje, të janë më afër biznesit, të janë më afër ëndrave të tyre.
Në një farë forme kemi kriju dhe kemi shumë sëre suksesi, do ndaj me ju një email që kemi pranu vitin e kaluar, një studente cila ka qenë bursiste jona dhe jeton tashmë dhe vepron në Gjermani, edhe tregon thotë se atë kohë nuk e kam kuptuar mbështetjen e juaj. Thjesht e kam pasur një mbështetje financiare për të ndihmuar mua për të ndjek studimet. Mi po sot këtu ku jam dhe veproj e shoh që ato vlera të cilat ju i keni mbjellën nëpërmjet përkrahjes që është bë, realisht kanë qenë një vlerë shtesë. Edhe sot unë këtu ku jam, mendoj me një farë forme se si unë mund të ndihmoj një student dhe të paraqitet si donatore e Fondacionit Albis që të përkrah student. Edhe kjo është ajo cirku që ne dojmë realisht që të bëhet një farë lloj rrethi funksional, që sot bizneset mbështesin këta të rinj nesër mund të mbështesin të rinj të tjerë dhe në një farë forme të jetë vetë qëndrueshme si iniciativë. Absolutisht. Përveç bursave, që është misioni juaj 14 vjeçare dhe çdo vit e keni një eveniment nga më të bukurit që ndodh tek ne, ku në fakt shfaqen në skenë të rinjt më të mirë të vendit, sepse janë studentët edhe me për skaj bursave, domethënë që janë të aspektit social, ka edhe bursa meritore realisht, ku realisht në atë skenë dalin edhe studentët më të mirë. E keni paraparë dhe një segment tjetër që më la shumë përshtypje, pikrisht për të motivuar studentët që bëjnë pjesë tek studimet deficitare dhe që për cilët më shumë të realisht shteti ka nevojë. Çmime për studentët që janë me notë mbi 9 në shkenca natyrore dhe teknike. Pse ky element? Thash neve çdo herë analizojmë dhe në aspektin strategjik shohim se si mund ne të kontribuojmë pozitivisht kërkesave të shoqërisë. Kjo ka qenë një kërkesë prej biznesit që ne t'i mbështesim, t'i përkrahim dhe ta mirënjohim suksesin e arritur. Dhe kemi bërë një program për studentët diplomuar me 9.0 në drejtimet e shkencave që i përmendet, edhe realisht po mundohemi që këto t'i mbështesim me një farë forme për të krijuar një shembull pozitiv dhe ndoshta për të tërhequr pjesën tjetër të bursistëve se ja dikush e njeh suksesin tonë. Edhe me një farë forme të krijojmë një grup të studentëve të mirë dhe për atij grupi të mundohemi që të kemi ndikim pozitiv në shoqërinë e shumë soaza dhe t'i mbështesim për shkak se mbështetja jonë e bursave ne nuk e shohim vetëm si një segment financiar ose meritor, por ne thjesht e shohim sikur një institucion që mbështet dhe ju nuk jeni vetëm. Përveç familjes që keni për skaj, ke edhe një organizatë, një rrjet të kompanive, të cilat mbështesin, mirënjohin suksesin tuaj dhe vazhdojnë të mbështesin edhe pas diplomimit. Edhe kjo ka qenë një program që është një program që realisht ka burimin prej kompanive. Edhe mendojmë që është gjenerata e tretë, edhe mendojmë që dalka dalet krijojmë një alumni, pastaj të ketë efektet pozitive të këtyre studentëve të cilët kanë diplomuar me sukses mbi 9.0. E në linjë me këtë, pash që keni bërë edhe një hap shumë të mirë drejt fokusimit ndaj inovacionit. Hekatoni i organizuar disa muaj më parë, të paktën nga pamjet në video, duket një eveniment që ka pas shumë energji rinore brenda dhe shumë kreativitet brenda. Por besa edhe motivacioni nuk ishte qenë i vogël, sepse shpërblimi kishte qenë 10.000 euro. Më tregoni pak për Hekatonin. Hekatoni është pjesë e një projekti të cilët e realizojmë me komunën e Tetovës për digitalizimin e shërbimeve komunale. Dhe ka qenë një aktivitet ku ne kemi dashur që përveç aktiviteteve që i kemi tjera në projekt, kemi dashur të ndëgjojmë zërin e të rinjve për shërbime digjitale. Ajo që e përmenda parës që ne mundohemi të krijojmë mundësi dhe hapësirë për këta të rinj. Edhe ajo që neve na gëzon për shkak se kishim në thirrjen publike kishim një numër shumë të madh të rinjeve të cilët u paraqiten në këtë hekaton dhe ne në një komision profesional bëm për zgjedhjen e atyre të cilët ide të cilat janë të realizueshme dhe të nevojshme për shërbimet e komunës dhe rezultojmë një aktivitet dyditor i cili realisht neve si fondacion na dha një përgjigje shumë të saktë. Kjo rini ka potencial, vetëm se do duhet të kanalizohen në formë profesionale dhe të hipën një përkraje. Në atë aktivitet fituan 4 çmime nga 10.000 euro, të cilat do të realizohen deri në periudhën e shtatorit, do kemi projekte e aplikacione konkrete për digitalizimin e shërbimeve komunale të komunës Tetovës. Kjo po mundohemi të tregojmë edhe një shembull pozitiv, edhe ajo që më ka pëlqenë nga krejt kjo ngjarje që ka rrjedh, ka qenë komentet e shumë kryetarëve të komunave, të cilët e kanë menduar të njëjtën se si ti kishin të rrit në krijimin e politikave të reja, digitalizimin sidomos për shkak se të rrit me këtë pjesën e programimit mund ta ndihmojnë
komunën në këtë veprim, edhe realisht gjejmë një gjuhë të përbashkët që në të ardhmen të shohim pse mos janë aktivitete të përveçme, të cilat komuna do t'i konsulton të rritë çfarë zgjedhje inovative digjitale mund t'i ofrojnë komunës për ta lehtësuar qasjen ndaj qytetarëve, ndonjë servis të caktuar që japin komunat e tona. Dhe kjo është ndoshta ajo që ne zakonisht mundohemi për çdo aktivitet të përcjellëm një mesazh dhe të tërheqim tjerë pastaj pas këtij mesazhi. Kjo me një farë formë është të gjuash dy tre zogjë me një gjuhë, sepse realisht ndihmon edhe në përmirësimin e shërbimeve lokale, që janë shumë të rëndësishme për qytetarët, po ekziston edhe një lloj të paktën sipas hulumtimeve që janë bërë dhe studimeve që janë bërë, ekziston një mosbesimi të rinjve ndaj institucioneve. Edhe një momentum i krijimit të një lidhjeje me institucionet ku të rinjt japin ide dhe komunat mbas se shprehen të gatshme për t'i zbatuar, është diçka shumë strategjike. A janë realisht të hapura komunat për t'i përthithë të ide të rinjve dhe për t'i vlerësuar, për t'i edhe apliku pastaj, se ajo është motivi kryesor, se kur ishe të implementuara? Realisht në rastin tonë me Akatonin, komuna e Tetovës ishte e hapur, dhe aktiviteti ka qenë organizuar nga fondacioni, të rinj menaxhuar nga fondacioni, dhe komisioni që ka përzgjedhur këto fitues ka qenë prej universiteteve shtetërore me profesor që të cilët realisht e kuptojnë aspektin profesional të atyre aplikacioneve, dhe ajo që ka gëzuar, thash, është një shembull shumë i mirë ku komunat mund të krijojnë një instrument të ri të dëgjimit të zërit të rinjve, edhe nga ana tjetër kemi qenë ne aty jo rastisht, kemi qenë për ta treguar që jemi këtu për të realizuar sikur programa të tjera që realizohen me profesionalizëm, me mbi parimet e profesionalizmit, realizohet edhe hakaton, edhe ka rezultuar shumë pozitiv. Edhe ne kemi besu prej momentit, për shkak se ai projekt ka filluar që 3 vite, edhe ky moment i hakatonit ka qenë shumë i përshtatshëm për shkak se kryetarët e komunave, shumica prej tyre që un kam kontakt personal ose me fondacionin, e kam pasur instrument që do duhet të analizojnë. Ndoshta themi shumë shkurt. Kjo është pak edhe aspekti menaxherial i kësaj. Absolutisht. Për shkak se një aplikacion të tillë komuna nëse e don ta bleje në një kompani IT-s do të kushtojë shumë. Ndërsa kjo nga ana tjetër edhe dëgjon zërin e të rinjve, edhe me kosto shumë më të ulët do fitosh një shërbim digjital i cili mund përmirësojë komunikimin mes komunës edhe qytetarëve ose bizneseve edhe formave të ndryshme. Edhe kjo është ndoshta një strategji e re që edhe ne mendojmë jo vetëm me komunat, po edhe me bizneset ta zhvillojmë nëpërmjet hakatoneve të ndryshme, bizneset të sigurojnë gjetje zgjidhje profesionale edhe shumë më të lirë nga të rinjt, nga ana tjetër të rinjve ju japim një qasje profesionale dhe një mundësi për t'u lidhur me këta biznese ose komunën në këtë rast. Është gjithmonë mrekulli kur ju jep mundësi të rinjve. Kur ju krijon platformë, kur ju jep kushte, kreativiteti i tyre e bën punën e vet, dhe aq më shumë që një sferë si digitalizimi, që edhe një hulumtim që ju e kishit bërë, kishte dalë si segmenti që të rinjt më shumë t'ie preferojnë sot edhe për aktivitete, kështu që gjitha elementet tamam në vendin e duhur. E përveç inovacionit edhe të rinjve, pash jeni fokusuar këtë vit edhe tek fuqizimi ekonomik i grave. Një tjetër problematik shumë e rëndësishme në shoqërinë tonë, po edhe një tjetër segment që patjetër duhet të ndihmohet nëse duam shoqëri të shëndosh. Asnjëherë nuk do të jesh vetëm. Motoja e projektit dhe keni bërë realisht kurse të furtarisë dhe të pasticqerisë për gra. Sa ka rezultuar pozitivisht? Kjo pash interesimi ka qenë goxha i madh. Realisht ka qenë aktivitet që kemi realizuar dhe ka qenë aktivitet shumë pozitiv, që është mirëprit nga gratë e tona dhe realisht ka pas një numër të madh të aplikimeve. Gjatë verës së kaluar kanë ndjek kursin dhe në fund ata, domethënë, presim ende vazhdon ai certifikimi, që ata gratë të certifikohen si profesioniste të pasticqerisë dhe furtarisë, në një farë forme që ata mund të gjenerojnë të ardhura vet, të qasen në tregun e punës dhe të krijojnë një farë lloj jo varësie ekonomike nga familja ose varësisht prej nevojave. Edhe kjo është një strategji e re që ne kemi filluar shumë moti, që nga kursi i robaqepsisë, ku kemi pas shumë gratë të cilat nëna vetushqyse, të cilat kanë kërkuar ndihmë nga ne për kushtet esenciale të jetës, dhe ne kemi menduar që ne mund t'i mbështesim një periudhë të caktuar. Po ndoshta është më e mirë nëse ne mësojmë ata se si ata të gjenerojnë të ardhura, të krijojnë vetë një biznes, edhe duke u nisë nga ky program i robaqepsisë që ka rezultuar shumë me sukses, kemi filluar edhe këtë programin e pasticqerisë dhe furtarisë. Dhe mendojmë që mbi krijimin e kushteve, sikur të rinjt që mundohemi të krijojmë kushte, edhe te kjo pjesë e kategorisë shoqërisë tonë,
gratë, ne mundohemi t'ju kryejmë kushte, t'ju japim informacion, t'ju japim njohuri dhe pastaj ata varësisht gjithkush prej shkallësive të veta, prej aftësive të veta do duhet të gjendet në tregun e punës. Mrekulli. A ka këtu histori suksesim, do një grua që ka arritur tash ta ketë pasqyrërinë ose furtarinë e vet? Ka, për shembull mund të jetë dy tre biznese të cilat kanë funksionuar jo formalisht në shtëpitë e tyre. Nëpërmjet këtij kursi ata do të certifikohen dhe do kenë mundësi të zyrtarizojnë biznesin e tyre si një biznes, ta formalizojnë një biznes shumë normal. Dhe kjo realisht është një histori suksesi ku ne mundohemi duke kriju këtë shembull pozitiv të shërbejmë për gratë të tjera që realisht ju mund t'ja dilni, vetëm se të duhet angazhim edhe në këtë formë durim. Edhe pak shtytje, normal, se kjo i ndihmon edhe ekonomisë të vendit, edhe kjo ka elemente tjera strategjike pas. Një fokus tjetër shumë i rëndësishëm rinia e zonave rurale. Nuk ishin qenë të pakta projektet e aktivitetet që janë fokusuar në këtë drejtim. Shumë intervenime në shkolla fillore, në krijimin e kopshteve për lojra, por diçka që më la shumë përshtypje qendra rinore e komunës së të Arcës. Një bashkëdyzim i segmenteve shumë të rëndësishme për ju, rinia, në anën tjetër edhe krijimi i qendrave rinore për ta. Krijimi i qendrave rinore ka qenë një diskutim që shumë shpesh është bërë edhe në studien e motivit, sepse kemi dashur të japim një shtysë pikërisht kësaj tematike, sepse mungesa e hapësirave për të rinjt e sjell edhe pasivitetin e tyre në një farë forme. Kanë qenë vetë të rinjt e të Arcës që ju kanë kërkuar ndihmë ose ka qenë një aktivitet i iniciuar nga ju? Ka qenë një aktivitet iniciuar nga ne dhe ka qenë aktivitet që është realizuar në 4 komuna rurale edhe jemi mundu që problematikat me të cilët të rinjt hasën në një farë forme ti kanalizojmë edhe nëpërmjet modelit ton të bashkëpunimit me trekënshin, kisha thënë, shoqëria civile, bizneset, institucionet lokale, gjejmë një zgjidhje të përshtatshme që ata të kenë një farë forme të realizojnë ato problematika apo prioritete dhe është një model që funksionon. Është një model, të rinjt janë mjaft aktiv, ajo që do duhet thjesht është t'i ndëgjojmë, po jo vetëm t'i ndëgjojmë, po pastaj edhe të veprojmë, edhe të krijojmë ata të cilat ata besojmë. Shembull konkret e kemi komunën e Acës, ku në bashkëpunim me një organizatë lokale kemi arritur që të krijojmë kushte që të rinjt të kenë një qendër ku mund të realizojnë aktivitetet, programe vjetore të organizatës, aktivitetet të ndryshme, në një farë forme krijojmë një instrument, infrastrukturë, se si ata mund të realizojnë qëllimet e mira që kanë për shoqërinë. Ne kemi qenë të befasuar për ideve të trit që kanë, edhe shumica e kanë këtë problematikë që shumica e këtyre komunave nuk kanë hapësira. Edhe duhet ndoshta në nivel nacional, nga 80 komuna, diku afër 20 komuna kanë qendra për të rinj. Edhe pse ligji e kërkon një gjë të tillë, ligji për të rinj. Jashtë asajna në disa komuna që ne kemi punu, nuk kam pas as këshilltar për të rinj, i cili është me ligj që do duhet të jetë një person i cili punon me aktivitetet rinore. Dhe ne jemi mundu që pak a shumë këto problematika të shfaqim së bashku me partnerët tanë ndërkombëtar, të cilët në këtë rast na kanë mbështetur. Edhe ka rezultuar shumë pozitive. Kemi kriju 4 këshilla rinore në 4 komuna, mund të themi në komunën e Sarajit, në komunën e Arcës, Bërvenicës dhe Zhelinës. Dhe këta 4 këshilla rinore kanë propozuar aktivitete të ndryshme që kanë realizuar në kuadër të këtij projekti. Edhe ndërta ka qenë edhe qendra rinore në të Arcës, ndërsa në komuna tjera ka pas problematika tjera, ndërta ka qenë edhe pjesa e hapësirave për të rinj, që ka ngel një dështa dykund në mes të procesit ose normal ka nevojë për mbështetje më të madhe financiare, po ajo që realisht ne angazhohemi që të krijojmë kushte, krijojmë një infrastrukturë se si të rinjt mund të shprehin kreativitetin që kanë, edhe njëjtë sikur të pjesa hakatonit edhe në shumë sfera të ndryshme ata mund të na ndihmojnë. Ajo që është e rëndësishme ne të japim mundësi dhe hapësirë. Ne luftojmë për këto 2 elemente që trive mendojmë që ju takojnë në shoqëri. Absolutisht. Por nuk ka qenë e rëndësishëm fokusimi juaj tek rinia rurale, sepse është një segment që paksa është lënë më pas në krahasim me të rinjt e qyteteve ose edhe kryeqytetit. Realisht edhe me pjesën e kryeqytetit ne me të rinjt kemi kontakt të vazhdueshëm, po ajo që e lehtëson për shkak se themi në qytetet e mëdha kanë infrastrukturë bazike. Absolutisht. Dhe mundësitë janë më të mëdha. Është mundësitë më të mëdha. Ne kemi vlerësuar që është më e rëndësishme kjo pjesa e komunave rurale, ku atje është edhe pjesa e kulturës së mbyllur. Kemi mundu që me një farë forme të hapim këtë debat, të krijojmë mundësi
edhe brenda për brenda, punët, ndoshta iniciativat të ndryshme që kanë lind nga këto këshilla rinor, që kanë bënë me përmirësimin e jetesës në fshat. Edhe kjo tregon që ne dojmë krahas biznesit që kemi, krahas studentëve që kemi, të kemi edhe të rinj aktiv, të cilët do ta mbajnë gjallë këtë mision, që ne e promovojmë dhe vazhdojmë të punojmë. Besir, çfarë është platforma për investim në komunitet? Platforma për investim në komunitet ka për qëllim që ne do të jemi si shoqëri aktive, qytetarin aktiv, i cili jo vetëm paraqet ankesë që nuk funksionon diçka, por ndërmerr hapa për të rregulluar atë gjë. Edhe jo vetëm, po aty do duhet këtë aktorë të ndryshëm, të cilët i bashkangjiten, është pushteti lokal, është biznesi, janë sektorit jo qeveritar, edhe më një farforme të krijohet ajo pjesë e dialogut, ku gjithë ata të cilët i tangon ajo problematik të ulën, të diskutojnë, të zgjedhën më të mirë, pastaj duke zgjedhën, pastaj bëjnë edhe planin se si të financohet dhe të realizohet ajo e njëjta. A funksionon kjo sinergji në shoqërinë tonë? Funksionon. Se ka një skepticizëm shumë të madh kur vjet kjo në diskutim. Realisht funksionale është, po varësisht prej qëllimit ose aktivitetit, problematikës që kanë në këtë rast. Ajo që neve kemi filluar nga modeli jonë, nga misioni i organizatës tonë. Për shkak se ne kemi filluar nga ajo. Kemi pa një problematik, jemi mundu të krijojmë zgjidhje, pastaj jemi ulë, kemi diskutuar me gjithë ata të cilët përfshihen atë problematik, edhe është forma më e mirë për të çast një problematike të caktuar, për të arritur vetëdijsimin për një problematikë të caktuar dhe është funksionale si model. Është treguar mjaft i suksesshëm. Mi tregoj disa prej rezultateve që i ka prodhu tek ne. Kjo është një platformë që funksionon akoma. Është një platformë që për shembull mund të themi këta që bisedojmë për qendrën rinore. Kjo është kur ne jemi ulë së bashku me komunën e Tartës, me TRIT, me OJC-t e Tartës, dhe kemi rënë dakord që kjo është problematika, kjo na mungon. Kjo na mungon është një hap. Hapi tjetër ka qenë që ndërmirët se si do duket, çfarë aktivitete do të realizohen në atë qendër. Hapi tjetër ka qenë që të mundsohet të implementohet realizimi i asaj ideje. Kemi pas shumë aktivitete tjera të cilat janë iniciuar edhe nëpërmjet kësaj platforme, intervenimin në shkolla të ndryshme. Mund ta ndaj një histori suksesi ku ne kemi pas një kërkesë që të vizitojmë fëmijët në komunën e Sarajit, në shkollën Dituria, të vizitojmë fëmijët një paralele e cila ekziston për fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe së bashku me kryetarin e Këshillit të Drejtues, u caktuam një takim dhe atje pam që kushtet janë shumë të rënda, shumë të vështira. Fëmijët qëndrojshin në një hapësirë ku ne me Kryqin e Kuq kemi si qendër ditore për personat me moshës të retë dhe realizon aktivitete të ndryshme. Dhe pam që nuk është zgjidhja ajo, kërkuam nga drejtoria e shkollës që të na jep një ide se çfarë mund të bëjmë për këto fëmijë, krijojmë kushte më të mira. Zakonisht ne nga ana e fondacionit vim prej bashkëpunëtorëve të biznesit edhe kemi këtë mindsetin e biznesit dhe dojmë zgjidhje konkrete. Dhe mos tham për pak ditë arritëm që nga një kompani e arkitektit na ofrohet një projekt dhe pastaj dikun nga vetë financimi jon, dikun një projekt prej 250.000 eurove ku realizuan 6 klasa në atë shkollë, ku një klasë është destinuar për fëmijë me nevoja të veçanta, është një dhomë senzorike, cila do shërbejnë për këta fëmijë dhe për fëmijë tjerë të shkollës dhe kemi krijuar 4 hapësira të reja me standardet më të larta për atë shkollë. Kjo ka qenë se si kur iniciuohet një problematik, pastaj shkon vetëdijsimi, është një farloj, themi kështu, hap pas hapi që ne ndjekim një farloj template dhe realisht është funksionale. Fantastike, edhe gjithë kjo lloj veprimtarie, gjithë të segmente, por nuk ndaleni këtu. Unë sot derisa po vija në punë, krejt për kuriozitet po e tregoj këtë situatë, takova rastisht në rrugë gazetaren Lindita Kadriu dhe ta kënde ke sot në emision tash Fondacionin Albiz. E tha ju kam kërku ndihmë për librat e kopshteve ta dhe nuk më kanë kthy. Më kanë financu 2-3 herë për të dërguar libra në kopshtet e fëmijëve. Besi realisht të ndihmoni çdo ide pozitive që vjen prej komunitetit. Ajo është misioni jonë. Ne për ato jemi edhe çdo herë ide të cilat kanë të njëjtin mision, të njëjtin kauz, ne jemi aty për të suportuar dhe për të ndihmuar në çfarëdo forme ne që kemi mundësi. Rastet të tilla ne kemi shumë, ne kemi një instrument të cilat e kemi në fondacion, kërkesa nga shoqata të ndryshme, individ të ndryshëm që kanë ide kreative që mund të ndikojnë diçka pozitive në shoqëri dhe mundohemi me kapacitetin ton të mbështesim dhe të realizojmë ato aktivitete. Realisht ka një çështje shumë pozitive, ajo që vlen theksohet është vetëdijsimi i biznesit në këtë pikë, edhe ne po mundohemi të krijojmë
një farë kulture të re të mbështetjes. Ne duhet të mbështetim njëri tjetrin për ndikime pozitive. Edhe kjo është një prej mesazheve që i përcjellim tek të rinjtë, se vend nuk bëhet asgjë. Do duhet gjithë së bashku edhe me çdo kush në formën e vet. Dikush mund ta ketë idenë, dikush mund të ketë financiarisht na përkrahë, dikush mund të jetë shumë i mirë në atë profesion që kemi nevojë, edhe të realizohen aktivitete të tilla pozitive për shoqërinë. Kur mblidhen gjitha grimcat bashkë, bëhet edhe ai mozaiku. Besoj, cilat janë parimet mbi të cilat funksiononi, punoni, cilat nuk lejoni të thyhen dhe që beson se kanë kriju gjithë këtë produktivitet, se gjërat e ne shumë shpesh edhe fillohen, por rrugës ngecin, ose dhe ato ide ndalojnë, pushojnë, sepse ose mungon motivimi, ose mungon vullneti, ose problematikat e ndryshme e bëjnë të stopoj. Po çfarë ka mbajt fondacionin tuaj? Cilat parime, cilat principe? Parime shumë të drejta dhe të sinqerta, realisht ka qenë transparenca dhe krijimi besimit me partnerët të cilat ne punojmë, sikurse me biznesin, me të rinjt, mos t'i zhgënjejmë ata, se çdo kush herën e parë ta jep besimin, po atë besim do duhet ta dëshmosh që realisht ka qenë i sinqert dhe ka qenë korrekt. Në këtë formë kemi arritur nga një kompani, sot e kemi mbi 60 kompani në rrjetin ton të Fondacionit Albis. Dhe kjo është rrit me këto vlera, vlerën e transparencës, trajtimi drejt i çdo pale të cilat vjen tek neve dhe shpreh troket në derën tonë për mbështetje. Për shkak se kur dikush troket në derën tonë, do të thotë që dikush ka besuar që ju mund të ndihmoni në çfarëdo forme, qoftë edhe rastet sociale, qoftë edhe rastet ku aktivitete pozitive, kulturore të ndryshme që mund të realizohen. Dhe kjo ka bërë që fondacioni të jetë një folej ku gjithkush kur ka nevojë për mbështetje, paktën të orientohet, të drejtohet te fondacioni dhe me një farë forme ne t'i dalim zot. Edhe kjo pastaj ka kriju shembuj dhe sikur sot që ki pas rastin ju të ndëgjoni, edhe shumë tjerë ndëgjoni dhe pastaj nisën nga ky shembull. Fjala e mirë shpërndahet. Shumë e vërtet. Edhe kemi pas këto vlera të përgjithshme, transparenca, të cilat do të jemi shumë të sinqertë për shkak se ne bashkëpunojmë me biznesin. Biznesi ka ato parimet e efikasitetit që të realizohet, konkretizohet puna dhe të kemi rezultate konkrete. Nga ana tjetër të kemi një menaxhim shumë profesional, për shkak se ne jemi organizat dhe me ligjin mbi organizatat të cilat ekziston, por realisht ne funksionojmë si një korporat brenda neve, si një kompani. Posedojmë gjithë ato themi sektor të ndryshëm që po mundohemi të përgjigjemi biznesin nga ana tjetër, ta dëshmojmë ato që ne zotohemi dhe kërkojmë mjete për ato aktivitete dhe nga ana tjetër të tregojmë rezultate konkrete në shoqëri, që shoqëria të besojë dhe të jetë pjesë atyre aktivitete. Askush nuk është pjesë e këtij karavane, po nuk beson në misionin që ne realizojmë. Ne kemi krijuar një ushtri të tërë në shumë aktivitete, pikërisht mbi këto parime, duke krijuar besueshmërinë tek njerëzit dhe duke mos i zhgënjë asnjëherë në parimet e tona dhe në misionin tonë që ne besojmë që është për të mirën e shoqërisë. E këtu që ka një sekret menaxhimi i mirë. Kështu i vije. Çfarë ke në sekretet tua të menaxhimit të punës? Se di jam takon kështu të flas personalisht, por realisht unë kam takuar një rrjet të bizneseve që janë motiv personalisht edhe për mua, për shkak se ata besojnë dhe kemi krijuar çëse profesionale. Ne çdo aktivitet të cilën realizojmë mundohemi ta kthejmë në aktivitet profesional, edhe kur e kthejmë në aktivitetin profesional, pastaj angazhohen edhe 20 profesionistë të fushave dhe natyrisht do të ketë rezultate pozitive. Për shkak se bëhet nga një ekip profesional, çësia është profesionale, edhe normal ajo pjesa e sinqeritetit. Nëse në një aktivitet, në një ide, në një nismë ka sinqeritet, nuk ka pengesë që mund ta ndalon. Kjo është ndoshta tham moto e emja, sinqeriteti, dhe ajo ka qenë arma e vetme që kam mbietu këto 13-14 vjet. Një punë jashtëzakonisht e madhe, kolosale dhe duket që intensiteti duhet jetë shumë i madh sepse produktiviteti është shumë i madh. A ka momente kur ndjeni mbase edhe të sfiduar ose ndjeni të lodhur nga një mision i vështirë në një vend me probleme kaq të mëdha, ose keni mekanizma që ju mbajnë ashtu të motivuar? Unë do ta ndoj kështu në këtë pjesë. Unë kur kam filluar në fondacion e kam përjetuar shumë emocionalisht kur dikush kërkon të dim nga neve ose krijonim diçka. Edhe më pastaj kjo pjesë e menaxhimit profesional na ka lehtësuar pak a shumë. Për shkak se ne i trajtojmë çdo gjë, trajtojmë në mënyrë profesionale dhe ja pa emocione.
Ne si popullat jemi pak kështu popull emocional dhe mendoj që qasja profesionale na e ka lehtësuar çdo sfidë që na ka ardhur. E kemi marrë si sfidë profesionale dhe kemi konsultuar njerëz të cilët realisht ndoshta ka mund të na ndihmojnë, por shkak se kemi një rjet shumë të madh të bashkëpunëtorëve të fushave të ndryshme, që edhe ata janë meritor për Albizin që është sot. Jo vetëm stafi dhe donatorët, po janë edhe një rjet i madh i bashkëpunëtorë i trive që na mbështesin dhe që besojnë te emisioni jon, dhe qasa profesionale i ka bë ballë çdo sfide që ne kemi pas përballë. Normal, ajo me kohën ndryshojnë sfidat, po unë mendoj dhe besoj në parimin që ne duhet jemi të përshtatshëm dhe duhet jemi fleksibil ndaj ndryshimeve të cilat ndodhin në shoqëri. Nëse ishte një gjë që do doje ta ndryshoje në shoqërinë tonë, po të kishe kështu një shkop magjik, cili mendon se do të ishte ai segment ose moment ku do të intervenoje me njëherë? Unë mendoj që ne si shoqërimi të intimiduar me energji jo të mirë, dhe mendoj që energjia e mirë dhe qasja pozitive ndaj fenomeneve të ndryshme do të na lehtësonte shumë të kuptojmë gjërat më mirë dhe më butë. Ne zakonisht nuk kemi në shoqërinë tonë ndodh që kemi probleme të tjera, jo me vetveten. Unë mendoj që të fillojmë nga vetvetja me qasje pozitive. Ky ishte një mesazh i mrekullueshëm për ta përmbyllur intervistën. Të faleminderit shumë Beset që ishe pjesë e motivit sot. Unë u mundova që në pika shkurta ta shpjegojmë pak misionin që ju keni, sepse gjykoj që sa herë flasim për gjërat e bukura që njerëzit i bëjnë, aq më shumë grupet e njerëzve të cilat i bëjnë vendin tonë, e ndezim një dritë shpresë dikun, edhe e ndezim një dritë energjie pozitive atje të ato ekranet që na shohin. Kështu që të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne, unë ju uroj shumë suksesën në misionin dhe vizionin jo të thjeshtë që e keni ndërmarrë. Unë falenderoj juve dhe stafin e juaj për mundësinë që ne çpalosim këtë punën tonë dhe ndoshta nëpërmjet këtij ekrani ne mund të deportojmë dhe të prekim dikun që të bëhet pjesë e këtij misioni. Nuk është patjetër me Fondacionin Albiz, thjesht jemi njerëz më të mirë se sa dje edhe të veprojmë diçka pozitive për shoqërinë nesër. Mesazh i mrekullueshëm. Faleminderit shumë Beset. Ishte kënaqësi. Me shtë programit Motiv, këtu e përmbyllim këtë edicion. Ne do rishihemi sërish në Korrik. Do të kemi pak pauzë. Miropafshim.